Për gjithë ata që rendin kaq fuqishëm pas jetës, kur janë të rinj, që të bëjnë para, të bëjnë karrierë dhe nuk duan t'ja dinë fare për shëndetin dhe u duket sikur do jenë gjithmonë kështu. Çfarë këshilla mund t'jepje? Është i çik pyetje domethënë me spec. Të rendësh mbas punës është një gjë tjetër dhe të rendësh mbas paras është diçka tjetër. Unë po të kisha tani para, nuk do kërkoja ndihmë nga shteti për të më si thua për të më dhënë qoftë edhe një bonus, atë që italiani ja jep shqiptarëve. Unë sot iki në Itali dhe të regjistrohem atje, do me thënë që do futem në për këto terapi, shteti mund të më japi 900 euro. Edhe mund të jem shumë e lumtur. Ato që rendin pas paras, ato nuk i gjen asgjë. Ato janë shumë të lumtur, sepse shijojnë jetën me aq sa ka mundësi dhe nuk kam parë ndonjë që të vuaj nga smundje. I dim fare mirë. Dhe ata bile se financojnë që njerëzit e tyre të afërt apo fëmijët e tyre t'i çojnë dhe t'i kurojnë jashtë me atë rendje parash që kanë bërë. Ndërsa ata që rendin pas punës, do i thoja mendoni një herë për vete, sepse njeriu e shtyn edhe me buke krip, kur i thonë dhe me buke vaj. Dhe mos rendni mas punës aq shumë fuqishëm për të bërë aq pak lekë sa shpërbleheni, se sa veni rëndësi shëndetit, trurit, qetësisë, familjes, janë shumë të rëndësishme. Shumë gra punojnë dhe luftojnë si burrat. A është e shëndetshme kjo për një grua? Është e vërtet dhe nuk dua do me thënë që të them edhe unë kam punu si burr. Dhe kam punuar në fakt me vajzat e mia, do me thënë ne zgjenim as për të shkarkuar mallin që do shkarkonim dhe kemi punuar dhe ngarkim shkarkim. Jemi përgjigje dhe njerëzve tjerë. Unë i kam mësuar vajzat e mia që të jenë shumë të përkushtuara mbi punën. Më pëlqen Shqipëria, e dua, por gjëmimi mbas paras është gjë tjetër pastaj. Ai gjëmimi mbas paras është që ti të bësh maksimumin, të lodhesh, të harxhosh mendjen, shkollën, gjithë bagazhin tënd dhe unë vita gjej qylke ty dhe e fut spot një produkt edhe bëj paran.